Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hequr pengesën e certifikimit mjekësor për votuesit mbi 80 vjeç, që më 7 qershor duan të votojnë nga shtëpia. Tashmë mjafton vetëm një dokument identifikimi dhe një fotografi për të regjistruar përmes platformës elektronike. Vendimi prek rreth 54.000 qytetar nga gati 2 milion votues brenda vendit. Deri në përfundim të periudhës për regjistrimin e votuesve me nevoja të veçanta, KQZ mundëson regjistrimin për votim përmes ekipeve mobile të votuesve mbi 80 vjeç, pa pasur nevojë që të bashkangjesin certifikatën e paaftësisë fizike apo të diagnozës mjekësore. Kjo praktika nisur nga zgjedhjet parlamentare të dhjetorit 2025, por atëherë kërkoi dokument mjekësor edhe për të moshuarit mbi 80 vjeç. Tani KQZ ka hequr këtë kriter, duke vlerësuar se shumë prej tyre nuk disponojnë dokumentacionin specifik. Regjistrimi mund të bëhet online në platformë deri më 31 maj, ose fizikisht në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve. Përveç të moshuarve, nga kjo platformë përfitojnë edhe personat me pa aftësi fizike, të hospitalizuarit, të moshuarit në shtëpitë e kujdesit, të burgosurit dhe ata në arrest shtëpiak. Votimi i personave me nevoja të veçanta do të thotë mundësohet jashtë vendvotimit dhe në ditën e zgjedhjeve qindra ekipe mobile të angazhuara nga KQZ do të vizitojnë këta votues në adresat ose institucionet përkatëse për t'u mundësuar votimin. KQZ bën thirrje që të gjithë votuesit që i plotësojnë kriteret të shfrytëzojnë këtë mundësi brenda afatit. Qëllimi sipas këtij institucioni mbetet rritja e përfshirjes dhe garantimi i së drejtës së votës për çdo qytetar me të drejtë vote, pavarësisht moshës apo gjendjes shëndetësore.